duket shumë perfekt. Ndryshe je në teori, ndryshe në realitet. Më mirë që mos fol, por tregoje vetën. S'më intereson çfarë ke bër me tjetrën. S'dua t'ja di se kush të ka dasht, apo sa i ke lën e sa i ke pas. As pak si dua, si du këtu tema, nuk janë vërteta, si janë nga zemra. As pak si dua. Përshëndetje për shikues të Ziku TV-s, emisionit Çurma, dhe këtë martë unë do na ktheva me një mysafir tjetër, me diçka tjetër. Sot me neve është Drenusha Latifi. Drenusha, mirë se erdhe në Gjilan. Mirë se gjeta, sërisht. Ç'po ka lënë këtë? Shumë mirë. Unë gjithmonë kum tregu që kaloj shumë mirë në Gjilan edhe më pëlqen edhe bashkë më vjen mirë që kësaj here për realizojmë jashtë kështu në ambiente të hapura. Drenushi më mësoi që gjithë emisionet mi realizu në për lokale. A të pëlqen kë ndryshim? Po shumë, sidomos kam derin që unë e para për realizoj jashtë se di që i përcjellë zakonisht emisionet e juve edhe gjithmonë lokale. Ty janë nis pi vetës që 1-2 herë e di 3 që në lokal shumë mirë, seriozisht shumë mirë, edhe koha e mirë, sot ke pak uftof po mirë. E të një parë frimin pak në shtapë na i prish flokt, po s'ka gajlë. S'ka lidhje, shtu ma me siguri na e qesim na i mund të re, na i stil të ri. Drenush, kur jemi të flokt, po vret që edhe ti ke ndryshu flokt, qa ndodhe? Po, du e po vetën klipin e fundit që për shkak ndryqimit kish një nuancë të kuqës, edhe mu dok që po më rinë mirë, thash të provoj pak mi qelë. Nuk kanë edhe shumë ideja jem, po ma shumë edhe adhuruzve, edhe adit që shumë ka pa të i regullu, të i hap flok, ma busa mirë, pak një ndryshim, se të najt vish me flok të natural, duhet pak për shkak të publikut jo për qefin tem. Nisa dhe mu po më pëlqen kë ndryshim. Fajnderit, shumë. Okej, Drenush, arsyeja që të kemi ftu është videoklipi edhe konga jote ma të fundit që i ke lancu. Është një videoklip që, po të kallëzoj menimin tem, mu më ka pëlqy ma shumë të pikrejt videoklipeve tuar. Jo që ke punu me Gjilanin, po je dok shumë bukur edhe më ka pëlqy tepër. Me të vërtetë, këtë njerëz du më ka ndonë kësilloj komplimente edhe u konë shumë knasi për mu edhe më di seriozisht shumë mirë se është tera parë që unë dalë si Drenush, tamon unë që kjo që jo. Se zakonisht me punu me kamerë du të shumë ja gjetë personit atë planin, pozitën cila i përshtatët mu zakonisht më ka mbu ma ndryshë se që jam ma bëshë njerëzit në rrugë sa e mirë kë ke live ndryshë për del televizor do me thonë që ma keq nashta kësa eri falenderoj shumë Urban Grafiksat cilët kam bu një punë shumë të mirë, një punë shumë preceze dhe shumë me kohë edhe nashta edhe nuk kem kanë e lodhë se zakonisht unë e lodhë na për gjirimeve të tepërta ka pas gjirime shumë pak edhe ka dalë diçka shumë mirë që njerëz me siguri kanë menu që me javë të tëra kanë gjatë ato gjirime, po jo. Për shkak të që ata e kanë bu, do me thonë, matjen e kohës që mos mu lodhëne, mos mu me dalë aty në asnjë gjendje të tmerrshme, po e më dalë shumë e freskët. Pak ka qenë edhe një punë e jamja normal edhe e krejtë bashkëpunëtorëve të me, pak ma shumë se herave të tjera. Tu ja fillu pej grimit e flokëve, bashkëpunëtorët e mi kanë qenë kësa herët ndryshë, do me thonë këtë ndryshë për herave tjera djetë. Ka qenë flokë, ka qenë Selma, dhe ata më kanë ndihmu edhe në realizimin e klipit të dhonë ideja normalisht. Veshjet i kom bu kryesisht unë, përveç një veshje që është me ngjyrari e kam bu ato vajzat e kles dhe sheshirin gjithashtu që i falenderoj shumë. Mirë po, këti falenderim mas shumë ti i dedikohet Urban Grafiksave normal për që më kanë qitë shumë të bukur. Më falenderit shumë që ke pranu idenë ta, me bashkëpunu me ta, me përshef edhe vetë që ta ka qitë mirë. Për ndryshë kjo ka qenë dona ideja e donës me bo me Urban Grafiksat mas pare, pas ta e edhe të tjerët kanë insistu. Edhe i falenderoj shumë e donë seriozisht nuk i bi kur pishman edhe ishte shumë knaqësi me punu me ta. Po për këngën çka mundesh më na fol? Ku e ke bë orkestrimin, muzikën, tekstin? Edhe kësaj here bashkëpunëtorët e këngës kanë qenë komplet tjerë se herave të tjera. Unë nuk në zonë edhe ata i kom bashkëpunëtor mirë, po kësaj here kom bashkëpunu me komplet tjerë njerëz. Për këngën, në tonë aranjimin e këngës dhe orkestrimin është ka bo Florent Boshnjaku.
ndërsa tekstin Arsim Bunjaku, cilët e kam bu një kongë jashtëzakonisht shumë mirë, po edhe unë besoj që i kom di qa po du dhe nuk i kom maltretu. është kry shumë shpejt, është kry shumë mirë edhe shumë lehtë edhe është shumë kënaqësi me bashkëpunu me Arsimin edhe me Florentin. Dihet ata kanë kogja një eksperiencë madhe. Konga është për të qypi njerëzve se na zakonisht i nim komentet, mesazhat na vinë, mu më kanë orë shumë mesazha, më kanë thonë, po na pëlqen qaja konga, po na pëlqen spoti. Do me thonë kësa here njerëz që nda të kënaqën edhe me paraqitjen tem, mas pari, edhe me kongën, edhe me klipin, edhe me komplet ma ambu, dyqy shumë i kompletum, nuk pi mungon kur gjë klipit. Edhe me të vërtet nuk i ka mungu kur gjë se kemi punu krejt, unë nuk i di shumë, unë për veti kom punu, po thuj se një 2 muj dit në lidhje me qatë klip. Edhe u vrejt kjo se ka dollë për një me perfekt. Faleminderit shumë, faleminderit. Përveç kësaj drenushës zakonshme që u ka në për videoklipe, drenusha ka pas edhe disa skena komplet ndryshe. Pse vendose me bërë këtë ndryshim? Unë zakonisht gjithë kum dalë normal, thjesht diçka, nuk jem kompliku, po për shkak me dalë ma interesante dhe mu majt në men për një kohë gjatë, unë e pra ndaj kum bodi mundu me faktikisht me dhonë diçka për drenushës një stil të ri që mujnë edhe njerës tjerë me përdojnë në jetën e përdeshme, pse jo. Edhe kjo ka qenë ajo ideja ime për me dalë diçka ma underground, përzime ma urbane, përzime me vitet e 80-ta, për shembull e me Zeza, buste Zeza në vitet e 80-ta nuk është përdor, frizura është e viteve 60-ta, besa 70-ta, viteve 60-ta, 80-ta, ndërsa grimi është shumë është shumë urban se përshëndetje ishke kjo. Edhe në tjetrin ku edhe aty duket një farë lloj vizatimi, ajo është një stil modern, si që dim gjithë mirë, po nuk është i viteve e sot me 2000-ës ose 2011-ës, po është i viteve 90-ta, kur ka fillu mu zbatu aj lloj stili, dhe me thonë, po që nuk kanë ditë në forma shumë precize me bo. Kjo ka qenë ideja për mi u dhunë diçka pi drenushës që njerës tjerë me marë për një adhurusit vetë. Më dhunë një diçka e jashtëzakonshme mirë, po edhe skena që më bu nuk ma mërmenja ada të tjerat. Unë kum shku te klasika, do me thonë te viteve 60 deri 80. Shien skenat me shëshirin e madhe, ajo me fustanin e koq ku shiet frizura. Si Marilyn Monroe, të kom thonë edhe ma herë. Marilyn Monroe e zez. Edhe ju mundu të me thonë qati stili me shku, edhe ato që këm bu ma urbane, ma underground, edhe ajo është prape viteve ma hershme. Besoj që mu më shkojnë qaj stil edhe këm aprovu, ta është shohëm. Drenush, përveç këti videoklipi edhe kësaj konge, e di që jenë plane edhe për konge dhe videoklipe tjera. A mundesh me na zbulu pak ma shumë për shikuesit e Ziko TV-s edhe të emisionit Gjurma? Si pike parë për këtë shikuesit, unë e dinta që një kohë gjatë nuk o marrë pjesë në festivale dhe festivali i fundit që ko marrë pjesë ka qenë te jo, du me thonë, në qelsin muzikor. Saj përket kongës, kurse në videoklipe ko marrë pjesë në Zhurmë. Këtë vetë kom planifiku me shumë kënaqësi për gjithë adhuruesit e me marrë pjesë edhe në festival. Prap do marrë pjesë në qelsin muzikor këtë vetë, me një kongë që është begi verore, që tamën i takon kësaj kohe, edhe pse jo, adhurues kanë qef me të pa zakonisht në festival, se më thonë, a kime knu me naj festival, a kime knu si vjetë, më pysin. Edhe këta, do me thonë, prap jam të e bo për adhuruese, festivalet e ma shumë për famë, mirë po, tash s'ka ndryshu. Djetë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri dhe Maqedoni, po marim pjesë për kundrazi këngëtarët me shumë eksperiencë në për festivale. Pra ndaj kom vendosë edhe për atër publikut, edhe për shkak që këngëtarët ma shumë që njifën, po marim pjesë, edhe unë pse mos t'jem pjesë e qelsit edhe pjesë e adhuruesve të me. Na i videoklip tjetër? Po, kongës do t'i realizohet pastaj edhe një videoklip asaj konge, edhe besoj që derin korrek mjafton që kjo që shorë. Tani të shohëm, kom punu, do të tëtë kësaj here kom punu gjatë, vetëm e kongë, një 3 muj ditë më kanë gjatë 2 kongë me i realizu. Plus klipet ju e dini, sa të lodhshme janë edhe në që se njëri donë me
pas sukses, me të vërtet duhet me punu, jo vish me bo, me thonë e bona, na zakonisht i bojmë edhe për adhuruse dhe i bojmë shumë shpejt se spoti është diçka që t'lodh fizikisht edhe psikikisht. Mirë po kësa jere kom vendosë mu e lodh vetëm fizikisht dhe psikikisht dhe mi dediku adhurusve të me klipet reja dhe me stilet e ndryshme. Okej, Drenush, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me arën Gjilana dhe më realizu këtë intervist. E dim që e gjithmonë e gatshme për neve, falenderoj shumë për këto, edhe për fund që ki diçka me shtu. Faleminderit gjithashtu edhe për juve që gjithmonë gjeni kohë më thirrën me qenë pjesë emisioneve të juve, edhe seriozisht e bëjmë me shumë kënaqësi dhe ndina shumë mirë dhe shumë shlirë të shihet. Faleminderit, i përshëndes gjitha adhurusit e me, edhe shpresoj t'ju pëlqej videoklipi i miri. Okej, për krejt qikus të emisionit Gjurma, tani për ju sjellim videoklipin ma të ri nga Drenusha Latifi. E ju vazhdoni që ndroni me Ziko TV. Ciao!